A është trashëguese? Jo, demenca nuk është trashëguese, mirë po, është nëse me një familje ka pas disa njerëz të cilët kanë vujt prej demencës, prej smundjes së Alzheimerit ose prej demencave tjera, predispozitat që në atë familje me pas, ose një trashëgimtar ose familjes me pas një smundje të demencës, është ma madhe se të ata njerëz që nuk kanë pas familje, por nuk ka trashëgimi direkte. Po jo domosdoshmërisht, po predispozita ka më shumë. Se varet nga shumë nga stili i jetës, varet nga shumë faktorë tjerë. Normal që edhe faktori gjenetik e luan një rol të vetin, po nuk është smundje trashëguese. E çka e shkakton? Nëse jo genetika. Janë faktorë të rrezikut që shkaktojnë, e thash, përveç jetëgjatësisë që e përmendëm. Mbi 65 vjeç veç fillon rreziku. Jo, janë edhe faktorë tjerë. Është hipertensioni arterial. Studimet kanë treguar që njerëz që kanë tensionin e naltë gjakut kanë predispozita më të mëdha që të preken nga demencat, diabeti, smundja e sheqerit, obeziteti,